Banorët e komunitetit egjiptian që jetojnë në kodrat përtej urës së Bunës kundërshtojnë mundësinë e zhvendosjes nga kjo zonë në kuadër të projektit për rregullimin e hyrjes turistike të Shkodrës që shtrihet deri në brigjet e liçenit në Shirok dhe në Zogaj. Dushe Nasufi, përgjegjëse e këtij komuniteti, shprehet se kanë ardhur zëra nga Bashkia e Shkodrës, ndonse ende jo në mënyrë zyrtare, për spostimin e këtij bloku banimi drejt një zone tjetër, por nuk jemi as pak dakord. Ne nuk e pranojmë në asnjë mënyrë largimin nga ky vend, thot ajo. Kryebashkiaku Benet Beci duhet të vijë më parë dhe të bashkëbisedojë me ne për këtë çështje. Si me thonën që na kanë thënë që dojnë me na hek për itu, po na nuk një gjojmë me hik për kësajt lojde se kjo lagje e vjetër. I lut na shumë Benet Becit që bëjnë një riparim për shtëpijat, se kjo është në hymje të Shkodrës, kjo lagja ma e vjetër. Kjo lagja ma e vjetër e egyptianëve. Uj me pi s'kena. Gjysa lagje s'ka e gjysa nuk ka. Pim uj bunet. I tyne, ja qëtë shpia, i pikon sa bjen shiu. Nasufi shton se e kuptojnë rëndësinë që ka për Shkodrën hyrja turistike dhe janë dakord që të rregullohen fasadat e banesave dhe të bëhet një sistem urbanistik i zonës, por janë kundër çdo ideje për t'u larguar nga aty. Nuk ikim për i këtu, po vetëm të na rregullojnë shtëpiat, as i gjë tjetër zona për i Benet. Ne nuk një gjojmë me dalë për i tu. Nuk një gjojmë, se janë shtëpiat tona, janë stërgjyshat janë i tu. A qofse ka plan për poshtë ka drejtën e vetë, po jo në nalt me na hek për i shtëpiave. Nuk lehen, po t'i rregullojnë. Është gjitha e fundacion, ma nuk pas ka fundacion për ne? Ti rregullojnë shtëpiat, se a qesin, edhe në hymje të Shkodrës janë njerë. Ti rregullojnë. Hymje Shkodrës turistike? Po, është e vërtet. Tu sa vinë turista që vinë marrin foto, pse është në hymje të Shirokës, hymje të Shkodrës. Sipas saj, bashkia duhet të tregohet më kujdesshme për këtë zonë, duke nisur me shërbimet bazë. Pa pasurti ka shumë, vjen punonësi që punon këtu, vetëm me letrat, edhe nuk e pastron ashtu si duhet, si fshin tuni 3, turni 2, që ka pasurtin në qytet. Kurse këtu vjen punëtori, fshin vetëm letrat edhe hik. Ndërhyrja në këtë pjesë të qytetit është përfshirë në masterplanin e rregullimit të hyrjes së Shkodrës që përfshin segmentin nga Harku i Bërdicës te Kisha e Zojës, Ish Pazari i Vjetër dhe hyrja përtej urës së vjetër të Bunës drejt Shirokës. Në pjesët e tjera të planit ka nisur punimet, ndërsa në këtë zonë ende nuk është bërë asnjë ndërhyrje konkrete.